Përshëndetje gjithë juve që jeni duke na ndjek tani edhe që po na ndjeshni nëpërmjet rrjeteve tona sociale dhe shpresojmë që jeni mirë me shëndet. Sot jemi me episodin e radhës të podcastit I'm Possible, podcasti I parë shqiptar për sa i përket tregtimit, edhe jam këtu së bashku me ata cilët jemi gjithmonë, cilët ka filluar gjithçka dhe deri në barim do të jetë kështu. Leonardin, Jonin, Bedonin edhe unë mo, pedini mo që jeni edhe me founder e krejt kësaj që po e shini deri tash, krejt këtij evolucioni që është ndodhur. Temat për sot janë disa rende ditës që është një tregtim I Joni I bom javën e kalume, është në Gold, do me thonë është një high of day, e kemi postu, po ashtu prapë se prapë kemi me bo. Përveç asaj e kemi edhe me tregu, do me thonë për një person që mbrena bjen 2 muj, do me thonë mbrena 60 dite, është ka arrit mu bo 6-figure funded për shkak të punës që e ka seriozitetin, edhe është dikush që na ndjemi tepër mira, tepër krenar që e posedoj. Po ashtu sot e kemi pas një forward, një pjesë që keni me po që do këtë krejt live, më thonë, tak, me ko, me sene, me kejt, ju e dini që transparencën e keni si gjithmonë në chill, që është qeja që na mo. Edhe kemi me vazhdu kështu me radhë, po ashtu gjithmonë me pyetjet e juja, me interesimet që moni mi pas, edhe qysh e tek. Okej, djam, bishtë erdhët. Ankona I përshëndetje speciale për këta tonë të ajoa. Përshëndetje për Kate edhe faleminderit që vazhdoni gjithmonë me na ndjek edhe për dashninë që na ofroni. Respektin edhe për që gjithmonë na ndjekin kështu. Na kena më konë këta, si kur me qenë një besoj që atë dashni që e kam për neve na viqja shumë fishojna, anën tjetër. Po, normalisht më me aspektin më të madh për me bo. Përshëndetje për gjithë që po na shkuni këtu për sa kohë që jemi live. Për ndryshe, sot, ashtu që përmenda prej rende ditës, është një pjesë që kemi me fillu edhe me tregu për një javë që ka kalu në Gold, ka qenë një tregtim që kemi bo dhe ka qenë high of the day. Do me thonë, tani është pjesa ku ju besoj do e shini tani. Konfirmoma dikush që jeni duke e po, dhe nëse po, atër kjo është vërse javë e re që ka fillu, në tregtimin e kalun, do të flasim për këtë pjesë këtu, ku I gango, që e gango. Do të flasim për këtë pjesë këtu për ditën e ejte cilin e kemi tregtu në këtë candle, edhe po ashtu o të jenë këtu, më pas deri në anën e poshtme, ku ditën e ejte të javës kalume ka qenë high of the day. Perfekt, shumë mirë. Nëse e shohim këtu, atëherë e shohim që kjo ka qenë java e cila kemi kalu prej ditës së hanë, do me thonë, ditën martë, e mërkurja dhe dita e ejte. Për ditën e ejte kemi pas bias bearish dhe këtu pasi që është marrë likuiditeti në daily time frame, sepse e shohim këto dhe këto kanë qenë inside candle, se shkuna në daily time frame këto, ju do mundi me pa që kemi pas një range me inside candles duke gjeneru më shumë likuiditet dhe entry unë përsa I përket ditës që ka qenë u konë këto. Pjesa më e lartë e ditës. Si gjithmonë, si kur çdo gjë që është fakt që kemi bërë. Dhe nëse markojmë këto, këtë pjesë, pra dihet që është marrë likuiditeti në daily time frame. Do me thonë në një time frame që është me të vërtet e madhe. Pastaj, çka vlen cekë këtu është që me na ardhë më bo tregtimi, e kemi pas këtu një key level që e kemi marku për të bo, edhe çka ka qenë më kryesorja për me zonë këtë tregtim, o konë pjesa e kohës, një kohë kur është ma likuiditeti, kur është bo, do këtonë key leveli, edhe kur është konë në tjetër, ka të bëjë gjithmonë me ato që na kemi full, AMD, Power of 3, do me thonë,
këto kemi të bëjmë me akumulimin, manipulimin edhe distribution. Nëse e shohim kështu, atëherë mundemi me po se fillimisht e kemi bo hit kill level, ne kemi godit me shpejtësi, më pastaj ka dhënë reagim. Po ky reagim çfarë ka bërë vetë se e ka marrë këtë 1 orë. A shihni këtu? Dhe këtu kur ndodh, kjo është reagimi i parë dhe të gjithë shikojnë për të hyrë në tregtim në këtë pjesë. Dhe stop lossat e tyre të lihen lart. Më pas, për të ndodhur manipulimi, për të ndodhur pjesa kryesore që neve na e mundson një reversal, e kemi këtë candle këtu që është bërë në orë caktuar dhe në mënyrë të caktuar. Po ashtu në një key level, pasi që e ka kompletu këtë si arti i lartë. Pum, këtë thick candle këtu ka qenë pjesa kryesore që na ka dhënë, domethënë, pjesën e konfirmimit. Në kohë caktuar, edhe nëse rikthehemi këtu ku ishin, të gjithë pasi që ka vazhduar çmimi i lartë kanë shikuar të hyjnë në ndonjë pjesë këtu, sidomos demand zone ose diçka, dhe çfarë ndodh që likuiditeti merret edhe një herë, për herë të fundit, për ata që kanë hyrë herët në tregtim dhe për të jutuar kështu me radhë. Më pastaj, në moment që ka ndodhur kjo, tregtimi jon i kemi bërë në multiple accounts, domethënë, ka qenë diku këtu, në këtë pjesë, edhe stop lossi ka qenë lart. Pastaj, fillimisht është targetu, nëse shkojmë në 4 orë time frame, këtu e kemi pas edhe një CRT në 4 orë, i tipit të dytë, ku ky candle i dytë edhe ka manipuluar dhe ka bërë distribution në të njëjtën anë. Fillimisht e kemi pas targetin e parë në candle low. Në candle low, ku është marrë likuiditeti, në një account dhe në tjerë e kemi pas deri këto dikon. Tash bashkë sakt nuk e di, po mundin me i me po në video, aty e keni gjithmonë sakt. Ky ka qenë 4 hour low, që është ndalë një tregtimi jonë kryesor i akaunteve kryesore, edhe pjesa tjetër është ndalë këto. Entry-on i parë ka qenë prej më të mirëve, entry-on i dytë ka qenë me akaunt tjetër, pasi që është mbyllë kë 15 minutë, dhe është bo lartë, ndërsa entry tjetër që ka qenë po ashtu së bashku me atë të parin, pasi që na është kthy në OTE, këtu ku të gjithë preksorin ne vetëm se e kemi dyfishu pozitën. Dhe nëse shohim kështu, e kemi marrë edhe një entry këtu, me stop loss ka qenë më të vogël në 1 minutë order block këtu që nuk kemi prit më marrë, dhe të dyjat këto janë dalë fillimisht e 4 hour low. Për shembull, kjo të fundit, këto të fundit e kemi nalë këtu, edhe këtë të parën e kemi nalë këtu, të dyjat në të njëjtin vend, ndërsa të tjetri që kemi tentuar me marrë më shumë, e kemi marrë deri këtu në këtë pjesë. Dhe totali i të gjithave këtyre na ka siguru rreth 18.5 reward ratio. 18.5 reward ratio i të trija pozitat në multiple accounts, në akonte të ndryshme. Kjo ka qenë një tregtim që kemi bo, ekzekutimet normal ju tregojmë edhe tash, muni me me video me pa me shkuar me këshyre qyqe tek, është diçka për sa i përket juve, për me hi edhe me pa, edhe kjo ka qenë një tregtim pra i ditës së enjte të javës së kaluar. Do me thonë, ka qenë një high of the day, pra tënë ditën mo çmimi nuk ka ardhur aty. Është diçka që na verse e bojmë gjithë, e dëshmojmë hajde. Edhe që o mas interesante nuk u kon ka 0.01 lot. Ja, Jo, për ashtu, faleminderit. Ka gjallë dy ngonë. po u kon gjithmonë e kalkulume normalisht, po do me thonë, unë e kom shpjeguar videon për reward ratio, ka dikush nashta i zen 5 reward ratio ose diçka, edhe ka më shumë se dikush që i zen 15, se porët të rezikimit, a që i ka 15, do me thonë, e ka akonti shumë të vogël, kjo e ka të mamë me një me dyja kalon ketë, shka ka me akonti me ka ketë, do me thonë është diçka, aty varët është sen personal, nuk është që na intereson ose diçka. Nuk e trajtoj, më ime të kalëzu sot që e kom bërë. Po të mirë e ki, po edhe nuk e ki mirë nëse bozë. Kështu po ajo është tim pak ma e gjatë për me i. Po në rregull, me thonë, e kuptoj. Shpesoj që sot që e kom bo e u. Shumë mirë, bro. Inshallah e kalu shumë mirë. Dhe unë e tash të kalëzoj sot që e kom bo gjivës.
A e kuptut për sa e përket këtu, do me thonë ka qenë javën e kalume një tregtim, High of the Day. Diçka do të me përmend këtu, te që ajo pjesa e OTS, do me thonë, që të kthej edhe një qartin shumë shpejt, te që kjo pjesa e OTS që të shkash në rëndësishme është se para më jena konë dikon 3 reward ratio plus, edhe na është kthy prap këtu. Shumica, çfarë ndodh qëtu, shumica ose i bëhet break-even, ose ndalin automatikisht, do të po ma prek bile adën, jo do komision do sen Po që kjo është esenca ku i beson sistemet, edhe qysh du të me ditë. Pse, se shaka nga thonë për market makers janë, për sa i përket OTS. Kjo është një ndër arsye që ata i fiksojnë tregtarët. Që janë në anën e sakt marketit. Do me thonë, e afrojnë prap çmimin aty, kështu e, pra atë arsye, kur shbon entry kështu të larta, kur t'ju kthehet, mund të pak emocion. E na mbas sistemi, domethënë nuk kena friksu, po e kemi goditur edhe një herë. Edhe një herë, so edhe një herë konfirme. Domethënë se çashtu tentohet këtu. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje për gjithë. Respekt. Nëse keni diçka në pyetje edhe asaj që e shpjegoi Lorenti, lirisht mundi me pyet. Po, patjetër, çka qysh tek, çado që kena mundësi. Mundo me ju për çka kena. Po, jo me të bëu pyetje detajzuar, po me mundësi. Respekt për ju legjendat e këtij sporti që na thot. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për gjithë juve. Tash, ku kesh tu dosh me thonë, te pjesa e sistemit, pra. Leje që do me thonë jemi përballu se eksperienca bën vetën me emocione, me sene, po jo që e kemi ndalë, po e kemi dyfishu pozitën tonë. Dhe për atë arsye, na ka mjoftu vesh një 4 hour candle low, do me thonë për më bo, po ashtu vlen cekët, se ky tregtim u bo kur edhe take profit hit edhe kishtu kur jem nalë, ju më bo kur kemi qenë live me grupin, normalisht, se ju që po lyp një live në kësi sene, ka persona që janë munu, e kanë dhënë njësën e vetë, e kanë pagu për me ardhë puna dhe ato. Na vazhdimisht jemi live, e kemi përmend edhe më herët. Po, normal, edhe kështu e mundohemi gjithë. Edhe që kjo është kur i beson edhe sistemi dhe ashtu, aty normal ka qenë veç një ajo pjesa e model 1, që është një konfirmim ekstra për me bo. Hyrja e dytë më e mirë market mas total sub elve që është high ose low, kjo është e dyta me konfirmim. Posedon probabilitet më të lartë, ama edhe është më e sigurt edhe krejt. Po na kena qef mualit ka pak edhe qymi nga edhe. Po shtatët goldi me strategjinë e Juve, se më duket shumë pak e tregtoni. Jo goldi, çka ka forex, stocks, krypto, metale, që bje goldi, indekse, krejta këto funksionojnë. Pse? Se kjo mënyrë e tregtimit është vetë logjika e çdo charti që posedon candlestick. Si të ka candlestick funksionon gjithçka, se është ka të bëjë me kontekstin, me logjikën, me narrativën që e bën. Jo veç domethënë kështu. Përmend edhe këto që çka ka të bëjë me tregje financiare, ky sistem funksionon. Ose të na menojnë që mëson dikush vesh një strategji dhe jena rregulla, normal ato e lënë atë fundit. Këtë esenca është e kuptimi i marketit edhe te pjesa që do me thonë ka të bëjë me logjikën, narrativën, kontekstin që çmimit ta. Kur qitoj mëson, tana është veç që thojnë pjesë e kohës edhe matter of time për kështu. Jo, mërë s'ka lidhje, na vetë po thojnë a ba një pyetje, mos ta një në rraf, o t'jesht pyetje pa këtë kuptime. Jo, mërë s'farë na po gojna kështu, na vjen shumë normal, pra të arsye kemi vendosë edhe live. U dhe pas ullin stock market mundet mu tregtu me si arti. Pas ullin e gulashe. Kejtër. Vesh live me ime kjo qartën e bëm profitabilit. Po, që të kështë të thonë me lexuese. Dohet edhe punë edhe krejta, kështu po na mundomi me dhonë prej matë mirë. Apo po të me thonë që njëra spjegimit të ndë është perfekte. Po mundomi dhe po thonë, po mundomi shka është mas mirë. Edhe na i kemi thonë që është perfekcion ato që e spjegon Lorenti. Pa pik dyshimi. Nuk është puna veç aty, po puna është edhe tanave që shmerat mësim zonja, që tash mujnave edhe me dhonë shembull për këto, se për një kohë ka shumë shkurt më bo me ardhë qësë me bo 2 akonta fundet, do me thonë që du të më zona e për firmë këtë diçka plus pak ma kështu se tira ka 12% u dosh mi zonë total,
për mu bo edhe mu koni financum, kinena nëse shikojmë janë komplet 2 muaj edhe ditë, është një arritje kogja e mirë dhe është diçka që na bën neve krenar se pa marr parasysh po pa marr parasysh çka unë shpjegoj nëse nuk kuptohet mirë ose diçka ja atëherë nuk se di sa ka vlerë shumë se unë e di që s'ki qef me të lirdu, ama mënyrën e shpjegimit që e bën është vetë perfeksioni me një fjalë edhe nuk ka diskutim për atë. Po, vazhdo. Ka shembull tash s'po du me full për kërkon tjetër, ama ka mentora që përdorin dyqysh fjalë pa lidhje që edhe na kanë tregu plot e u ditë vazhdimësie, qire, ajo është jo, ama ti nuk I thua, du të I thotë me thonë me perfeksionizëm, çu do të thonë. Na me bëna podcast edhe me studentat tonë që kena. Po normal, kanë ato është studentat e din shembull. Çka po du me thonë është se esenca është gjithë unë gjithë menoj kur që do që jam të folë, si kur atë vetën tem të kalume me do me thonë. A I shikoni, yes, nuk ka se ato janë për tjera punë, këtu unë nuk shoh, që qëni ju kalëzën. Ja, greba që janë për të veni, ja, për I s'ka se. Ato janë për të liqeni. Rezi u ditë, që shto Po dhe? Po për I. Po s'punom na me shky mas me bo kërkon ti ICT trader, kjo që u konë edhe këtine herë, kjo legenda. Na veç dalmje ka tonën ma të mirë edhe qaq, por ndryshe kur shpeko mizën mas veqi nuk ka nevoj se unë nuk boj postime për kërkon, për se pishone për komente shumë po dhe iznë thuti që po postojnë ekstra për që ato. Jo. Nuk ka të boja ja me kur gjo, shembull me marrë OTE-n që e spjegoj Leorenti, shembull diko që spjegon në njërë shumë pa lidhje, u këthy që të se ka qore pa u këthy, ose a vedin, o t'je spjegon pse këthejet, pse market maker se përdorin OTE mi shfridzu emocionet të tregtarëve, shembull me I friksu, da du të me bo një farë spjegimi qysh dohet, pse qysh te. Është interesant, ka persona që janë tregtarë shumë të mirë, amo nuk janë që si me thonë mësues ose profesorat të mirë për qatë punë. Ka profesorat shumë të mirë, që zakonisht të na janë qështu. Ka kësi që mësojnë shumë mirë, por që si janë tregtarë kërka heq. E shtira është më konë të dyjat, unë në kursën e kom ditë se a jam që shumë tek jam, po tu mënu me dhe më shtoda të I po studentat, përveç edhe punës tem, që është kështu, po duket që edhe puna e tyne edhe në bastë kuptimit edhe në bastë seriozitetit që e kanë, po e kalzojnë vetën. A mundën e me nga tregu për qëfar arsye nuk për e mush e wholesale-en hala? Herët jekin. Herët edhe pak, për ndryshe. Po rikthejme aty ku ishin, edhe po e tregojmë edhe një herë një pjestar që e ka tregu jo veç këto, po tregojmë që t'javë që janë bëhë dhe fundet edhe kejt pak. Edhe që e kemi live e përshëndesim. Është hera e dytë. Po dhe është hera e dytë mrena 2 javë dite, do me thonë është... Se ja vlen mu të cekju që është hera e dytë. Po, normal, vjen pjesa këtu, nëse shumë që të pjesë. është bo prap me 11-in, do me thonë, është bo prap dhe nëse logaritën të dy akontat janë krejt pjesa që është 6 figure funder. Po jo vetëm kjo, nëse shohim kështu dhe nëse shkojmë edhe në grupin tjetër të gjuhës angleze, kanë dërgu dikush edhe payouta dhe krejt, nuk është ato kemi mi të regu shkaku që I privatësisë edhe kështu. Nëse shohim këtu te pjesa e grupit të anglishtës dhe e shikojmë, e shihni që njëri prej tyne është bë këtë javë, do me thonë, fundet prap në Top Step, Futures, edhe po ashtu e shohim këtë personin që ka dërgu edhe payoutën edhe këta shet njëtën kohë, në Top Step e dërgojmë prap këtë pjesë që ka postë, do me thonë, për më po fundet, edhe të tjera që janë është... Leonardi ku ka që të nëjtë. Që pëllu? Leonardi ku ka që të nëjtë. Po dhe po ato po du të pak me o kërcy. është pjesa, nga të rego pak break of structure ose change of character. është, asë njëna për dyni nuk bën. Da kalzoj qëtu se është falc. Ajo që është e vërtet, thirët market structure shift që ka të bëj me logjikën, me liquidating kështu, a edhe market structure shift më në pas falca. Po është ma valide kur I ka kushtet e tyne, dhe me thonë, kur ndronë marketi prej një anën tjetër.
Për ndryshe, ashtu që shëpat nëse mundemi me I po datat që këto, une që ka po muj me po është se gjitha këto, në pak, ku me të këfar qanelë se na kanë bo, okej, që tu, kjo ka qenë me 7 nëntor, këtu ka qenë me 28 tetor, do me thonë për bjen 10 dit. Po dhe asë 2 javë ditë plot. Komplet mentorime dhe informacionet janë brenda 2 dite, na vjen tepër mirë ku ka si suksese, bele na kon live, trading e fundit që e ka bo këto, I shken gold, ati që vi take profit gold, I vi këtë shtëpcar, edhe nuk ka bajlu këthejke. I ka shku deri në entry, si kur break even, edhe apet e ka duru, ju ka këthy edhe ka kalu në konti. Do me thonë, që ka gjithë sa e sistemet edhe kështu. Për ndryshe, aty po e spjegun Golden ma herët, po hymë pak të tregtit fituse, edhe po e tregojmë këto të tregtit fituse që e kemi bo, qëre këto tjerë që ku bo fundet, e kështu me ratë që to ka ndodhë gati gjitha në javën e kalume, këshore këto një superant në grupin anglisht prej No Emotion, njani prej mentor aftonë gjuhën në kështë qëfar super entry ka kjo, edhe do më thonë që ku e ka si kur live, pëshe, që ku e ka live kur e ka mbyllë, kjo është diçka kogja tjetër, edhe këto kemi pas pjesën e Goldit, ku ju thash, kjo është ekzekutimi, jemi par në ata akontin kryesor, që ku po e shuim që në të kemi hyë edhe një herë, do me thonë, këto është në akont tjetër, qëre prej lartë poshtë, si gjithmonë qëre nëse shohmi në time frame-et vogël, edhe komplet këto, do me thonë një mbo 18.5 reward ratio. Për ndryshe, këto janë ekzekutimet e ati që I kam bo. A ka edhe tjera, po I lojmë gjithmonë duke u shumë duke u bo, për javën tjetër, si gjithmonë sot është e hanë, para mënej, gjithmonë po hymë kur fillon java, përfundon të në javën tjetër, kena sha me kalzu për ta. Po, qka është edhe ma e mira tjetra, për ditën e soqme është aja që dujna me kalzu, edhe fillimisht janë po kalzoj pjesën qysh u postu aja, bam, vëden? Qysh u postu, si kur, se s'kam qaj vequsë sinjale, mo, esencën e ka që po dujna në? Sot që ka ndohë? Po, sot, do me dhonë që nëse shkojnë këtu, nëse shkojnë Veç mos e në besed private me mua të që. Jo, ati po me I bashiq, ka ta se ja që të qarelat mu kanë përdi. është një sas. Okej, veç pak, nëse shkojnë kështu që ditën e sotit, që a pëshini edhe qëre ku këtu është live market, do me thonë, është live market, ku kalzohet qëre, po mëni me pa këtu, qëto pëshin, e keni prap, kur shbo total. Këtë që 3, 4, 4, 4, 8, do më thonë njën këto. Edhe, nëse e kim këto, edhe të regojmë pjesën tash, shkojmë në gjiu, këtu u konë haji I New York AM session, edhe pak orë ka për me shikua është hajë dhe ajo, edhe pse u konë tepër e mirë, po aja nuk është fort që na intereson tepër shumë. Nëse shkojnë në 15 minuta time frame, këtu fillimisht kemi pas një SMT me këto dhe Aeron, nuk do t'ju shumë detaje, veç do t'ju kalzoj, SMT me Aeron, edhe me, do më thonë, dollarin, kur është marrë daily high, është marrë weekly high, është mbuluni 4 orë qëtu, 4 orë, veç pak se hina të këtë tjetra gabim, është mbulu qëtu një 4 orë fair value gap, apëshini, si kur key level, pas taj, për mi 4 orë fair value gap, kombinimi të ankrema, këto e kemi pas ato 15 dhe e kemi përdorë si key level, po kejta këto jën konë seni ma para se me fillu me vazhdu janë. A janë qëto ma të rëndësishme keq që a I përmena qëtash, a është një faktor tjetër që na e folshmi para se me orë qmimi aty heq prej lëndësish? Jo, është që kjo tjetra, që e kena folë në që ta thash mos me I në bisedë private se. Cila është kjo tjetra? Që?
te pjesa e kohës. A more zinjek që të ga ora. Jo, ora e gjithë po koha. Është shumë interesante, po videon e fundit që e kom postua jo, po shumë kanë shkru do veda që je gudve pak. Dikush kishtë thonë, ma shumë se që ja ke huq që sa here, kur se ja ke huq. Qysh mja huq. Që e kom postu videon. Për skeqja, qysh mja huq. Po dhe kishë, kur që si të thonë, Jo. për ato, po ndoshtë. Aty veç diçka ka, amo dush me koncentru beg i mirë. Se aty Ajo është shumë çka ka. është krejt që gjithë shka funksionon. Gjithçka që ka të bëjë me univers, jo veç për tregtim, për atë arsye edhe është. Po dhe, amo, tana është edhe këtu, Po. qysh senin ma qëtin në botë, ose për mos me ekstremizu, qysh prej seneve, prej punëve ma qëtin në botë, po menojnë që nuk është bo këtu. Qysh gjithë na po kena shansë për mi trektu reverse ose sene. Unë çka thash aty, ka të bëjë çmimi s'ka çore parë, çto s'ka ku shkon, çto s'ka ku shkon manan, s'ka ku shkon më Sikur në të bërë intervista në televizor, që dykun do të Edhe bërë. doj, posh do, edhe në TikTok scroll një unë dhe i ke me lujt Forex. Forexi nuk është luj, as nuk është bigjaz. Qashtë. Vorë që ti trajton. Po. Nëse trajton si bigjaz, ka më vonë ma zi se sa bigjaz. Bigjaz se bigjaz. Po. Qelët e ka pak si shumë vallon. Lidhë se isha qitë. Jo, s'ka lidhje. Po, herë së hut. Kjo për Kështë çe? të thonë herë së hut. Ajo është një shablon, nuk është diçka që aty ka një ma fell. Aty shumë ma fell, veç një shablon që më di që nuk jam prova. Po mëre, a punoni vetëm për vete, apo keni edhe klient tjerë që ju bjeni përfitime? Është pyetje personale pak. Kalza e kena universitetin tonë, kur Po, të më kuadrua kështu kjo bëhet me investime tjetër kujna, kësi sene, kështu. Nuk merremi një me ato oferta, kena shumë, nevoj. edhe oferta ko gjatë mira, po njerë se kena plan, se gjithë shka shkon me plan, dhe jena duke vazhdu kadar. Di po muhabeti ashtë që ka orë. Unë bjesh shumë keq gjithë pse ja huqin edhe një vlerë shumë të madhe të tregtimit Forexit, ja dhojnë keq një kaje tjetër, shumë vlerën ja hupin me tull emrin, jo është loj, jo bigjaz, jo ajo, jo është jo, mu paskon bigjaz, pse tregtojnë bankat edhe institucionet, do nëse kuptoj, nëse i shkon bigjaz. Ose mu paskon që veç ajë që e ka qitë fiton. Po, dhe, dikush që s'ne ban shembull qëtë puna. Po jo, do të mjaloni emër. Mjaloni emër. amo kjo lyp shumë konsistencë dhe disiplinë, nuk ka kjo me lujt atë, s'është më loj kjo. Por ja hup respektin jo kësaj, se kjo më po po çdo punë nëse e bën, si t'ja hupsh respektin, as nuk e don, as nuk e bën çish duhet, edhe s'ke me pas sukses. Pisa s'na kanë zbardh flokët, po dhe një dhon loj, bigjaz, jo more. O, nuk e dini, hini Ledioni, Ledion Patfordit, përshëndetje. Përshëndetje. O, Ledion, përshëndetje. Ma bo begi shumë sa 42. O, vrut, pse s'po postoni çdo live në YouTube, se pak problemi ju përzyet live se në punë. Postohet Gjithë postohen në YouTube. Gjithë kemi postimet në YouTube, domethënë si ta përfundojmë këto, mbrana 24 ore kjo gjithmonë postohet në YouTube. Këto him për shkak që kena thonë me bëu live, apo edhe Live, edhe për shkak të transparencës. Po dhe krejt. Lani let luajnë, lani Scenariu likuiditet. O, Ko sa dush është Sa dush formohet ditë për ditë. Ani vetë jam ani veç në zavë, mos e posh as dushmane. Jo be bruda se njëjtë është po. Market maker se kanë qatë punë. Klasat, do më thonë ose ma me thonë asetet ndryshojnë, amo kështu logika është e njëjtë. Për ndryshe, ishme këthy pak që to ku është dita e sotit, që shpesheni është live market. Ashtu shqiposh fotot, do më thonë që ku e keni këto 1 minute time frame, edhe kjo pjesa nuk është që na e livrit një stop losing kështu janë. Ja. As nuk e rritmi, as nuk e boni kështu. Ta vëshë arvanë vetën për gjaniq. Po, këtu është real, qashtë të qysh u ka. Po, si qanë fotot të për qanelën, mi s'ka. Ja, normal, këto aty me kohë, me sene, me kejt, ajo është diçka që në shihet, po nëse mujna me po këto shikone. Qëto, pasi që thash ka mo likuiditet e krejt, qa është bo është hap një orë e re. E grupi e din, kur hapat një orë e re, na qka thojnë? Thojnë New Candle Open. Kur është New Candle Open, aty ka diçka. Bo diçka. Plus kemi tregu edhe për kohën, muni me pa në epizodin e 3 podcastit, muni me pa që kemi folë për kohën, qka ndodhë kur ndrohet ora, qyshe tek, qka ka aty 10 minuta në i knejt, edhe gjithë shka ndodhë me një arsye. Po, na po i flasim ato që janë shumë si përfaksore, dhe ju e pas screenshotin këto, e pas screenshotin këto, e pat këto, e kështë më ra.
Esenca është këtë tregtim e kena bo me 1 minutë time frame, ashtu qysh na ka bo, edhe kemi bo, do me thonë këtë pjesë forward që është bashkë në qatë candlestick e majës ditës aktualisht, momentalisht tash qysh është, edhe pse ka dhe një 3 orë me tregtu, nuk e di sa do të mundet më marë sot, probabiliteti është i ullt, po a mundet me ndodhë, nuk është kurfar problemi, me rëndësi, kjo vetën e ka dëshmu se një hajë ose një lodhë dhe mbetet ashtu deri sa të arrihet targeti. Si të arrihet targeti, ajo mundet më shëndru të në vetë në target. Qatë është të më thonë kjo, përshamu, kur je protected, ju e dini që kujtja që e së në aty, kur bëhet protected, do me thonë, në moment që arrihet likviditeti, mundet me ndryshu bias, stop varet prej kushtet e trajtimit, edhe qaja që u konë protected, ta në është pjesa që e tërheq mirë me shumë e marë. Pse se aty, në fillimisht ka lënë njerëzit stop lossat e sa një konë të nejt, e market makers nuk i lënë njerëzit me nejt. Nëse shohim këto pra, që kjo pjesë u konë protected deri sa është marë që këtu. Se qëtu e ka pas pjesën e likviditetit. Tash, në moment që është marë, këto ndronë. Që kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, duhet me ditë kur me ndru, duhet me ndrit qysh mu përshto, për shembull prej bias, në bearish ose në bullish, prej kur bëhet, kur me lënë stop lossin, prej kur me marr pashos, duhet edhe kjo është një diçka që jo une ma, jo se jo ti, jo ai, jo kërkush, nuk mundet me mësu. Është eksperienca që ta vjen, është sistemi që ta mundson, normal ku me tërheq, ku me inkubador, amo, po do të thonë disa sene që ti i vren, kanë të bëjnë me procesin e eye training, e ushtimit të syve, që ti me po dhe në aspekt pomjes që ti koha ta mundson me diktu, do me thonë që është bëhet te. Që kjo ka qenë esenca. Shuktu kur ka ardhë, do me thonë për sa nuk i ka prej fundin, ka ardhë dhe vum ka bërë reagim lartë. Tash krejt që tu, edhe support resistance bojnë thonë, smart money concept thonë, u bo aje që tha King i marrën, break of structure. Kur vjen që tu, që cak hyn baj, je reagim dështon. Këtu, qore, ka ardhë e borë ka dhënë reagim ka qështë. Dikush e menon që është OTE aty. Po dhe dikush e menon, ajë me drejt e ka në aspekt pomës, po logike nuk e ka. Se, do me thonë, nëse nuk e din ku është likviditeti, atëherë Po bone likviditeti. likviditet. që kjo Në pas ka që do sorra të varë, Faleminderit shumë. Pra, që kjo u kon pse sot e ke gjithë GU over EU për trade, unë EU e kanë tregtu shumë mirë, po GU ka qenë turtle-su. Nëse shohim më lartë, këtu GU e ka marrë likviditetin e ditës ka likviditet. Kurrel? Gjithkohon. Ky qaty ku jeti, ku shumica ky qaty jemi të mësumë që nuk e din shka likviditeti, kështu, edhe që është në regull, nuk është të përshëndetje, bile ndimi mirë që i nga bo, pak edhe si sebeb që me kuptu likviditeti. Mirë nuk është heq, se market makers e kanë qatë punë për me kriju likviditetin. Me kriju, ata në asë nuk kojnë cakes, asë më holla, ata këtë të tyre kanë, me trektu edhe me kriju likviditet. Amo esenca është që te, atë nuk e din njerëzit asë qysh. Për shembull, unë e shoh se likviditeti është, nëse shohim në terma financiar, është aftësia e një instrumenti financiar për t'u shit apo për t'u ble, pa u vonë re. Se na me ditë ka shkojnë këtë market makers, këtë e këshin bo. Po, nëse kuptojmë kështu, është pjesa ku qëndron shumica aty. Edhe te buy stop, sa sopa do të thonë ku dojnë me i breakout traders, edhe te pjesa ku lënë stop lossa. Edhe nuk është pjesa e stop lossa veç të retail traders, se këtë e din që e përmon 5-6% market po. Komplet pjesa e tregtimit, që këto që qarkullojnë qindra e milione, që ajo vide e fundit 369, që ajo entry sa 1 minute time frame, fair on the gap, on time, të kalzoj kur të vesh. Të rëdhësu se i dhja. Se i djali të rëdhësu kam jalon e emrin. Ja, a kom thonë një dhe të kalemoni një presh, një supë dhe... Me kjallon supën. Kjallon supën. Ure të cisha, do venaj sena, tu e venaj lanë. E jo në zërë vëtu. Në e thonë fonda dhe... Të fonda. Pa venaj jalon djali dhe emrin të rëdhësu. Kur thot shake bove pred. Unë i dhëmë kujdes e më blerë që në ki. Sa i përgat pëtzes. Kushtë të gjordë, abri.
A ka ne kush nej... Ma ke bo gati këtër në fundë, shef se den se... Në fond, po shpola për Po fond. nja update nga, se gjithë njëjtën për thu, jo. Qysh me bo update? Përshëndetje. Ha? Na se që thojnë a kina zbulu e me bo update, jo, ajo është Turtle Soup. Për zbuloj me pen dreqin. Thuj tash haja po dhe. Ajo update. O të të. Ajo është, ajo... Njere o gjani, tani. Kombe njani. Përshëndetje Ghetto. Kjo është Ghettoari, legenda. O, Ghettoar ku ke baherë dhe bre. Kismet ajo veç po du me dit api gjej sanet shpejt O, ajo. gjatë ti e tjetër nivel. Bol, ku je duar, bol. S'po maran, ha kesh në. Ja. Nuk të harrojmë, na nuk i harrojmë. O jenë. Njerëzit tonë. Që sot e nga bo ja. Ja. E jena sterat, ajo nuk ka stili që... Që në flajme shumë. E pishu ta. 1 kilogram çokoladë, edhe I pi 2-3 pakull aliment. Shka s'de kena gjilanit, na, shka s'kena këto parë. Shek. Hajde Bitcoin bruda, please. Jo se te kryptot jemi të prit. A, falë, që ata Jemi të 369. prit diçka edhe tana... 369. 369. Falem pak. Ka dole dhe një video në TikTok. Nuk o esenca aty, po që po du me galzu unë diçka qëtu edhe me qëta jonë unë e përmbylli, jo këto. Jo, po du me jo e diçka shumë easy, po që nuk është e po me pahiri, ja, bedin. Nuk është e po me pahiri, me qëta e futi tonën edhe na e përmbylli person. Esenca është e... Vetëm pak, të që kjo. Qëto... Po, këto më në sfirru shamo. Po, ama është diçka, esenca është tjetër konë. Esenca shkenca. Esenca shkenca politike, e një stilin, e romi kanë stilin. E romi kanë stilin, me kinga, qëne? Po 369 e kom dit, o mire, për 69. Mos god, 9-6 bojnë 3, bro. Stiliria ke Mos 369. god, një këshëne. I një që sami që thëjesh. Kujdes, seriositetin se ta bërë problem. Qëto që peshin e tash. Tash një të e po, edhe tash për mashini neve. Qëtë logo që është e bome, le që ka mesazh, le që ka hjeka, le që simpatizon, le që ka slogan, le që ka krej. A jeni menu najherë vetën e juve me nore dhe me po shka që kjo, shapën a ka zë që kjo. 50 eurë. Leda shumë. A jeni menu ju najherë ju që tashma edhe po e shini. Dikush që do thonë. Që e ka pëse është qaj ora. Dikush tash do me thonë jo tjerë që e shini tash live, edhe ju që sa po e po tash lidhje tjetër social, a është e bome ajo veç hajt jona atë na shkuaste. Dikush e menon që ato e këshirorën 50, thot. Që du? Të ingjës. 50. Se deri të qaj ora krejt në brash, mas orës gjithë shka perfekt. Mesazh ka këtu Jonzo. Që sa mirë ke, a me shëtë detaj të vogël, do deri të ora ketë mrapsh, ketë me hjeka, mas orës që s'ka është. Ti e pas ka IQ-n e mirë. Cili tha? Këtë më e këntovësi. Këntovësi. Iki, heke. Iki, I feli më dhe po bruda, shumë mirë dhe më thonë, kjo edhe që shumë ndrejt shmire se në këtë, po që kjo është prapa dhe tjere se në thonë, edhe virin, gjithë dhe tana. Shko bua, ka nëjse për mua? të gjojnë në në një. Porra në prëmë për me, ha? Kingi? Dikush nuk është të na vonë kërkush përgjigje për qëto që po e shenë.
Me kohën kur gjithse e pa mundur. Jo, vetë që kë dha një farë mendim, jo tjerë. Ajo është e mira, mo kjo është shumë të shkrimen. Kjo nuk është e bo me veç Që të thëke për cëllën e dionit, që t'ja dhe njëherë? Qa, të logo jo, që ta, këtë është kështu, këtë është regull, që kjo, po pa di ha, s'a kena bo kështë, ka po ka Që për shambull kjo dhe ka pse në sekundën e 45. A vëshe? Për këto pëton. Se 4+5? Jo, bre, sa të e di. Veç që ta po du me thonë, me gjithë respektin, qka do që one kum fol, qka do që kena fol krejt na, dy, qka do që është shpjegu, qka do që është thonë, këtu krejta kanë mesazh. Videot edhe të kalumet podcastet, edhe të arë sezonën e dytë e kejtë, qka do që flasin, qka do që na shini duke e ndalë veten, gjitha posedojnë mesazh, gjitha posedojnë diçka, gjitha kanë kuptim të vetin të veçantë. Asgjë në botë nuk ndodh pa arsye, edhe asgjë që na folmi, bojmë, tregojmë, postojmë, nuk bëhet pa arsye. Kështu që kjo është diçka që ju doni me ditë, edhe doni me pa dhe me dëshmu që niveli largësia ku faleminderit Zotit na ka mundësu me qenë është shumë e madhe. Për ndryshe, janë, a kina e fjallë fundit, edhe tonë, edhe një tjerë, edhe... Po, jo me vru se s'ka të bëjmë a krejpa kur gjë. A krejpa dhe i ka diçka. Po, gjatë, që kemi disë këta krejpa ka 3 nëma ndërmjetë. Shërën e fundit. Turtle soup high of the day. Leonardo Akida i përshëndetin e rëshka. Përshëndes këtë, falenderit që këtë me neve deri tash, edhe inshallah javën sa më të mire kena edhe na, po edhe ju krejt. Falenderit shumë gjithve, do Zoti jeni mirë me shëndet, javën sa më të mirë, sa më të rashme, profitet këndshme, edhe vetëm se do Zoti jeni mirë edhe me shne. Faleminderit shumë, ka qenë sa më mirë dhe po fshi natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Epizodi postohet gjithmonë, domethënë me një herë si ta kryjmë, brenda 24 ore e keni në YouTube, ata që s'kan mundë të ndjekë. Ata që na keni ndjekë, faleminderit për kohën për këta, edhe natën sa më. Shumë faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë.